والسلام على رسولنا Muhammed. Të ndërruar besimtar, ashtu si që jeni të informuar, sot në mesin tonë para nesh kemi një gjenaze. Është bërë për rahmet agamare, një xhamatli i rregullt i xhamisë Sabeu, një antari për kushtumi i kësaj xhamie dhe i këtij xhamati. Sa që të dashur vëllezër, rahmetliu para 2-3 ditëve ka pas një intervenim kirurgjik në spitalin tonë dhe dje ka insistuar prej mëngjesit të del nga spitali para xhumos që namazin e xhumos prej spitalit të vije të falën në xhamin e Sabeu. Dhe rahmetli dje kemi pas të në mesin tonë me kom të rejta. E ka falë namazin e xhumos dhe pas namazit ka insistuar me qëndru në xhami vetëm që të ndëron xhamatin në krye me hoxhën dhe xhallar që falen në këtë xhami që ti përshëndetëpar. Djali i tij ka pasë është plagështuar me shnet, i ka thonë një baba, shkojmë të shtëpia tim baba. Dhe shifeni dashur vëllezër, rregull hyjnor është kema ta'ishuna tamutun wa kema tamutuna tuhsharun. Si keni me jetu, ashtu keni me ndru jetë. E si keni me ndru jetë, ashtu dhe keni murin gjallë para Allahut Azza wa Jalla. E sot para namazit të drekës qohët me marë abdes, duke marë abdesin, Allah e sprovon me një infrak në zepër dhe jetë e manit. Një kindia falë në gjenazë. Dallime e diko është vëllezër midis gjenazëve. Sot i thejna kemi gjenazë, para neshë gjenazë. Dallimi është në të se gjenazëja a është e mirë apo është zotë në rrë ndryshë. A është gjenazë e cila ka qenë e lidhën me Allahun Azza wa Jalla, me dinin e imanin e me veprat e mira, apo zotë në rrë ka qenë gjenazë sikur se na vinë neve disa këtu që i vinë, që askush nuk i njeh, që askush nuk i din. Edhe në qoftë nga Maalla i Sabeut në ka ndodhë, që askush mos me njohë dhe mos me ditë, se kur s'ka pingu në xhami, e askush nuk e njeh dhe nuk e din kush është ai njeri. E pyet një njerëz din një lafë me ta thonë. Unë jam dëshmitar për këtë rahmetli, për këtë besimtar kur të mirë që dinin e Allahut e ka dashur, e ka dashur shtëpinë e Allahut, e ka dashur xhamin, i ka dashur hoxhallar, veçinat e pejgamberëve që ju kanë dhënë gatitën, thu se i ka 15 vjet edhe pse ishte në moshë të babës tëmë dhe madje edhe më shumë. O vëllezër dashur, nuk e dim asnjëherë kur do të na vije e gjeni. Bashkë kur mjekët i ka thonë je mirë, hazër je me shku të shtëpia, ai dek ka dalë nga spitali se është shumë mirë. Dhe ka liru të shtëpia alhamdulillah këtë përrek. Ama alhamdulillah që sprova e gjeni i vjen duke marrë abdes, e që ka murin gjallë të Allah të marrë abdes. E që dikuj, zot në arruj, që kur se ka gajrë në abdesit dhe asë të namazit, mos prite që e gjeni ka me jarë duke marrë abdes, apo duke falë namaz. Dhe këto vdekjen e tim për kujtim për gjithë neve, dhe le t'jenë si një yllek dhe shembull të mirë se Allahu besimtarin e mirë si e shpërblen në fund të jetës dhe se çfarë manoje dhe çfarë do me thonje ka për gjithë ju o vëllezër që jeni sot këtu në xhami. Që shejtoni ndonjëherë na thot se lodheni nxehtë ftoft me marrë abdes, jo vëllezër, çdo sen ka vlerë dhe çdo sen ja vlen dhe paguhet kur ta dim se Allahu besimtarëve të mirë u bën nasib me pas fundin. Allahu në madhë e lësë gjithë Allahu të bën nasib edhe lejve të kemi fund të mirë. Allahu në madhë e lësë që Allahu agën muarem të mëshiron e të kapën në mëshirin e ti të gjonë e të madhe. Në fund gjenazën dhe përcilët të varezat e fshatit e Blac, këtu në Blac ku janë varezat para kufinit nga në e djathë, ku janë varezat e Vakofit, aty të të voros të gamare.
çdo besimtar që ka mundësi, është i mirëseardhën që nuk bashkangjitë një minutit e fundit që të bëjnë për rahmet e Agrimane. Zoti Raziko, drejtori plotëson i safët e falë namazit.